Ca shkurt për fund, pse po u pushimi i njerëzve dhe pse po u nafta? A do zhduket? Po nafta është bërë me kosto më të lartë dhe këto kompanit kryesore që kanë qenë këto kompanit e Rockefellerëve i kanë shitur aksionet e tyre në bursë që vitin e kaluar dhe këta tash si Tesla kompani për shembull janë fokusuar ke makinat elektrike, ke investimet në këto satelitët. A do të humbë dhe nafta? Makinat e naftës, këta mendojnë që t'i çojnë në drejt zhdukjes dhe në vitin 2030. Por në një intervistë tonë ke thonë dikon që nëse zgaboj 1 litër naftë do të kushtoj deri në 30 euro. Po, e kam thënë dhe e them prapë. Kur do të vijë po? Po kam thënë që në vitin 2023-2024 nuk kam qojtur këta ngritje të çmimeve të naftës, nuk është ngritje kjo. Kjo është ka pas një rëndësi kjo që unë ngrit me 1000 lek. Shikoj rrugët plot janë prapë me makina, nuk ka asnjë ndryshim. Edhe 3000 lek të u bësh, edhe 4000 lek kështu do rinë. Po kur të bëhet pasaj 10, 12, 15 euro një litër naftë, atëherë do ta kuptojnë ta se çka kam pasur unë parasysh kur kam thënë që do ngrihen shumë çmimi naftës. Për shembull këtu 1 kilogram qershisi vjet vajte 21-22.000 lek të vjetra, domethënë gati $20. Gjërat të paimagjinueshme deri para pak vitesh. Më shumë do shtrentohen, varet një çik edhe nga politikat që do bëjnë këta udhëheqësit tanë. Qofse këta do ndjekin domethënë globalistët, populli do jetoj më në vështirësi. Për shembull shikoti, presidenti Putin falenderoi pari i dërgoi urimet këtij presidentit të ri shqiptar që u zgjodh, Bajram Begat, kurse atë ditë që Putin uroi, ky Rama tha do vizitoj Kievin, tha. Morim qaf dhe ata Bazovicin, e futin në luftë tash me një urrëtie të madhe me Malazias. Malazias janë një popull prorus, kupton? Dhe ky vjen nga një përkatësi etnike që është pakic dhe ky duhet të respektojë dhe vullnetin e palës tjetër, jo t'ju kundërvihet atyre në mënyrë të tillë, kupton? Sepse ata fillojnë pastaj dhe urrejnë. Është një lloj sikur ne në Shqipëri ose juve atje në Kosovë t'ju vendosin një serb kryeministër dhe ai të thotë do veten të takoj Putinin në këtë kohë lufte. Si do ndihesh Kosova? A do ndihesh shumë keq? Që në momentin e vendosjes së tij, kur ai ishte i shkëlqyer, ishte më i mirë se Albin Kurti dhe fakti që ishte serb, Kosova do ta pranonte sikur Florin Tifaqi apo jo. Ky tash Abazoviçi është vendosur atje me ndihmën e globalistëve dhe kupton e kanë vendosur si një vegël të tyre atje. Ky tash u bën këtyre sfida shumë të egra në nxitjen e Ramës. Janë kashilleqe të mëdha këto, domethënë që shkaktojnë një urrëtie të madhe mes shqiptarëve dhe malaziasëve atje. Kupton ose të na vendosin ne këtu për shembull një minoritar grek ose maqedonas kryeministër. Sikur Florin të na mbushte bulevardin çdo ditë, ne nuk i deshim, vetëm deshim një shqiptar.